Sipas te, kjo përgjigje, për shkak se po ju referohen përgjigje gjykatës kushtetuese se ne atje dërgojmë pyetje, e komplikon më shumë situatën apo e lehtëson sipas te? Çu është e krejt këtë për shkak që po e shohim që edhe opozita nuk është shumë nuk po pajtohet shumë ullë në diskutua edhe për emrin e presidentit. Por për me të dhënë një përgjigje pak më sakt, do të mira pak akina në këtë sto, do të më marr pak më shumë kohë. Një analizë cilën unë për veti e kom bërë komplet situatës, po edhe vendimi gjykatës nuk më dal jashtë asaj çfarë tha edhe Besniku. Më thonë, një farforme të gjithë ne jemi kanë të interesu me ditë pjesën më të madhe se i përket afatit gjashtë-ditor, se çaj afatit gjashtë-ditor kur do ty në fuqi. Unë e shoh si tentim stabilizimi politik vendimin e gjykatës kushtetuese, duke e lënë një hapësirë shtesë në raport mes partive. Pra një farforme o ka gjujt topin partive dhe deputetve që merrën një vesh ju mes veti. Por këtu pastaj qëndron problemi i madh. Sepse ne në pushtet e kemi një parti e cila në 3 palë zgjedhje qendrore i ka mujt komplet partitë opozitare bashkë. Në vitin 2021, 2025, 2 herë. Të më thonë, deshtëm apo nuk deshtëm e pranu, me nënë shkurt lëvizjeve të vendosi ka dale para. Sa do që në opinion tentohet edhe mundohet me u shtremnu fitoria e lëvizjes me çfarë se nuk arriti me kriju institucionet. Problematika tjetër vazhdon me partitë opozitare. Për vetëm PDK-s, ose përveç PDK-s në këtë stat, LDK-ja edhe Aleanca e duke po gabime shumë të mëdha në hapat e tyne. Sepse si Aleanca, si LDK-ja ish dasht një farforme të rreshtoheshin për krah partisë të parë. Unë ndoshta nuk kam gjithë dijen, por me atë sa di në shtetet demokratike, partitë e vogla nuk janë kundërshtari më i madh i partisë madhe. Zakonisht partitë të cilat janë me përqindje aty ose një farforme pak më larg se sa e para, arrin mu bë themi kundërshtarët më të mëdhenj politik. Po nuk mundet me kanë Aleanca për Armërinë e Kosovës. Se po tu për akën kur akë janë, dëmë vetëvendosja nuk e konsideron Aleancën, po LDK-n. Na duhet të kthehemi në pikën pse nuk e konsideron Aleanca, vetëvendosja Aleancën. Fushata? Sepse Aleanca prej vitit 2021 ka pas gjuhë të egër në raport me lëvizjen vetëvendosje dhe udhëheqësin e saj. E duke parti që i një parti e vogël, edhe je me ramjet lirë, të më thonë, zgjedhjet e ardhshme, është pikpyetje nëse Aleanca ka lënë pragun ose nuk e ka lënë pragun. Nëse presidentja veç hyn me një listë të re. Në këtë situatë, në të cilën gjendemi, dhe me këtë mos dakordësim politik dhe mos vullnet për zhvillim të bisedimeve ose zgjedhjes të situatës, unë i shoh zgjedhjet si mundësi e vetme. Mundësi zgjedhjet. Mirë, Visar veç për hir të vërtetës na e shohim që Aleanca për një vit ka tentuar që të paktën mu rreshtu ka opozita. Tjetër gjë që për PDK dhe LDK kanë pas matematika tjera, por Aleanca dhe zoti Haradinaj ka qenë shumë konstruktiv në këtë pjesë dhe ka bërë thirrje me u bë bashkë. Po ç'to është problemi? Sepse automatikisht ti po jep bindjen qytetarit të Republikës Kosovës, sidomos një përqindje të madhe që janë 15 deri 20% votues të pavendosur, që ti je interesum me vazhdu me klanin e vjetër, pra nuk je interesum për ndryshime të reja, dhe duke mos e ofru këtë zgjidhje në tavolinë, ti si parti e vogël, atëherë je duke ja mbyll vetes të gjitha opsionet dhe të gjitha dyert. Në këtë rast, çka ndodh dhe shumë shkurtot çet pjesë, ndodh që partia e parë me plot kuptimin e fjalës kaloi në arrogancë. Dhe duke kaluar në arrogancë, këta nuk i njohin më këto partitë të tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe për të ardhmen politike të LDK-s edhe Aleancës të jenë të kujdesshme në zgjedhjet të cilat do t'i bëjnë në ditët e ardhshme.